Pasë ndoshta edhe gratë të cilat... Arsyeja pse kanë vit Arsyeja po ka i ka dojt. Unë e kumenun atë kuptim me di që ka pas edhe arsye tjera. Ka familjen e mirë. Një njëtin gjak ndërlidhen ato komplet. Një njëtin gjak, domethënë familja me familja ka i ka dojt vojza. Qatë vojzë normal që nuk i ka ra me lyp. Qa po më interesën? Tash inshallah s'na bjen edhe tafër të mi marë, se lidhje ndërfamiljarjen shpërndo. Po këtë në era as fisin e fes nuk u martue. Na jem fes Berish, me Berish nuk jena martu. Jo sa për ashtu ne jem gashi, gash vish mësë mu martu ishë, se shumë ka da balek. Po, veç zëtrin verit një pytja, a ka gra që ndoshta kanë kërku edhe bura me diferencë të madhe në mosh, për shambull, po që kjo është në një mosh më madhore se sa burre? Po gra, ta shqyqa, unë e deshta më lidhen që të qeshtin e sodit. Po, sot po flasim, pa tjetër, sot po flasim. Kërkesa që ta për qëtak. Kërkesa ka që thëmë na me balek. Ka kërkesa prej familjarëve për djemët e vetë. Për shambull, sa kërkesa në ditë të vim për mësit njësë? Mas poku 10 kërkesa. Mas poku 10 kërkesa prej familjarëve për djemët e vetë. Cilat rajone është ma theksume që kjo që pëthus? Së në kumenu që kjo puna arru kretash? Që tash është në përgjësin krejt Kosovën. Edhe nga Shqipëria. Po më befason. Edhe nga Shqipëria ka kërkesa. Do me thonë, vendet rurale urbane, cilët janë? Shqyqa, kërkesa ka ona e Dugagjinit. Më si thuj rurale urbane, po thuj njëri të kantonan qytet. Vetëm... S'kisha me thonë me... Oke, mirë është, kjo ndikon kjo, ndikon shumë. A në po qytet, a në po qytet? Jo, ndikon sepse... Nuk ka lidhje kua. Me lyp nuse, lypin djemë, amon zamon veç gjomaj nuse. Po nuk ka se nuk ka që tash familja... Po cilat janë arsyet për shambull që ti përmendin që s'po mundër me gjithë vetë nusën? Për vojza. Unë e kum pas kërkesat prej familjarëve, mja gjithë vojzës një djallë. Tash kërkesa për familje, dvojza unë nuk kom mo. Po. Ato është pengesa kryesore numër 1. Se unë do të më lidhë në bazë familje. Kur e di se që filoni, po më përësit, gjomja se vojza ka kry shkollën e mesme, në fakultet